A ishte i kurdisur dueli mes Prengës dhe Joshuas. Ky është reagimi i menaxherit të bokserit shqiptar. Ndiqeni deri në fund se do ju befasoj. Pas ndryshimit të madh të paraqitjes së Prengës nga raundi i parë në të dytin, në rrjetet sociale nisën të qarkullonin teori se diçka nuk ishte shkuar siç duhej. Kujtojeni pak, Joshua u rrëzua 2 herë nga Prenga dhe rrëzimin e parë e pati qysh në 20 sekondat e parë. Menaxheri i Christian Prengës, Keith Sullivan, ka reaguar ndaj teorive të përhapura pas humbjes së bokserit shqiptar ndaj Anthony Joshuas, duke mohuar çdo mundësi për ndikim të jashtëm apo marrëveshje të dyshimt. Mund t'i sqarojmë shumë lehtë me një fjalë, e pamundur. Nuk ishte asnjë ndikim të jashtëm, tha ai për Talksport. Megjithatë, Sullivan zbuloi një detaj të panjohur më parë. Christiani Prenga kishte kaluar një periudhë të vështirë shëndetësore para përballjes me Joshuan. Christiani ishte sëmur rënd para luftës, nuk bëri sparring dhe nuk u stërvit për 2 javë para se të shkonte në Jeddah. Temperaturën e kishte 39 gradë dhe qëndroi 8 ditë në shtrat. Cili është mendimi juaj? I besoni ju teoritë se dueli ishte i kurdisur? Etni mendimin tuaj në komente dhe follow për më shumë video nga sporti.